Prej 2 vitesh në Cerik funksionon një qendër multifunksionale që i shërben veçanërisht aktivizimit të të rinjve, falë mbështetjes së donatorëve të ndryshëm. Kjo qendër shërben edhe si inkubator për projekte në shërbim të tyre dhe të komunitetit. Megjithëse shërbimet janë të kufizuara, kjo qendër i jep jetë qytetit të Cerikut, një qytet me probleme të theksuara të papunësisë dhe largimit të rinjve. Jam Angela Lushi, jam aktiviste për 2 vitesh në qendrën multifunksionale të qytetit të Cerikut. Ndihem shumë e privilegjuar sepse kam këtë mundësi të shpreh veten time më mirë, të njoh veten time më mirë. Kur kam ardhur në fillim këtu, njohjet e mia ishin vetëm grupi im i afërt shoqëror, kurse tani ato janë më të gjëra dhe njoh më shumë njerëz, kalojmë më kohë më produktive bashkë, marrim nisma të reja. Mua më pëlqen domethënë aktivizmi sepse dua të ndryshoj qytetin, domethënë sepse ky është qytet i vogël dhe ka shumë pak gjëra për të bërë. Dhe dua që të shtoj sa më shumë gjëra si argëtuese që t'i bëjnë të rinjt më aktiv, edhe që pas studimeve të kenë qejf të rinë akoma në këtë qytet. Unë jam Priscilla Bako, jam një nga të rinjtë e qendrës, jam 18 vjeç, jam maturant në gjimnazin të Mosh Sinane. Mund të quhem mirë aktivist, kam 2 vjet që merrem me pjesën e qendrës, që kur është themeluar ajo. Fusha është provizore, thjesht janë portat edhe një rreth, por është jo në gjendjen ku duhet jetë. Për shembull, mund të bëhet një palestër mirë e jashtme me paralele. Regjino Kovaçi, një ish aktivist dhe i angazhuar në qendër qysh në fillimet e saj, thotë se eksperienca e tij ka ndihmuar të zhvillojnë sa më shumë aktivitete dhe të startojnë projekte të reja për të rinjt. Aktualisht ne kemi 2 vite që po punojmë në qendrën multifunksionale të Cerikut. Kemi ngritur një grup shumë të mirë të rinjsh, përgjithsisht janë të rinj të gjimnazit, jemi të fokusuar tek gjimnazi, dhe tani po mundohemi që ta shtrijmë fokusin më shumë. Ceriku si një qytet me shtrirë urbane dhe rurale dhe me probleme të mëdha sociale ka marrë vëmendjen për më shumë gjithëpërfshirje, sidomos të shtresave vulnerabël dhe të rinjve me probleme sociale. Psikologja e qendrës thotë se kjo do të bëhet e mundur edhe me ndihmën e donatorëve në qendrën e re që është duke u ndërtuar. Projektin e ri që po merr jetë tashmë, ne kemi për synim të përfshijmë të gjithë ata individë të cilët ndjejnë nevojën për të frekuentuar ose për të marrë suport, për qoftë psikologjik, social, apo të gjithë atyre shtresave vulnerabël. Qendra multifunksionale ka edhe nismëtarë dhe aktivistët e saj ndër vite. Entela Avdullaj, si drejtuese, thotë se kjo qendër erdhi sidomos dëshmëri për jetën e varfër në aktivitete të rinjve. Ajo veçon disa aktivitete për të cilat është entuziaste për rezultatet konkrete. Aktivitetet më së shumti janë aktivitete që vijnë nga vetë të rinj, si nevojet tyre njëpasnjëshme, në bazë të problematikave që ata kanë. Gjithashtu doja të theksoja këtu bashkëpunimin që ne kemi pas me organizata të ndryshme, përveç bashkëpunimin që ne kemi me pushtetin lokal, dhe specifikoj këtu aktivitetin ose projektin më të ri që neve po bëjmë në bashkëpunim me UNICEF-in për të sjellë një zgjerim të rrjetit të shërbimeve që qendra ofron. Neve kemi bërë të përvitshëm një program që quhet Programi Rinor Leadership. Është një program, një javor që zhvillohet me grupe të rinj në qytetin e Cerikut, të cilët pajisen me aftësi të drejtuarit, me aftësi të udhëheqjes dhe që kanë kontakte të vazhdueshme me modele shumë të mira të komunitetit. Kjo qendër i jep gjallëri jetës së të rinjve, megjithatë nevojiten investime në zhvillimin e infrastrukturës në qytet për të ofruar këtyre të rinjve mundësi për të qëndruar dhe për ta parë të ardhmen në qytetin e vogël të Cerikut.